Kjo është klasa e dytë, me mësuesin Bajram Bajrami, ose ne si që njohim në aton, Gjaxhibali, mësues me kurse pedagogjike, por për kohën mjaft i dobishëm dhe i zoti. Është interesant mësues Mustafa në këtë foto që e shohim tash, me që shumë ka pas kritika, ka ndiku feja dhe nuk di çka në mos mësimin e vajzave. Këtu shoh një foto që ma tepër duken vajzat keq se sa... Po, kjo e demanton atë momentalisht që e thoni ju. Shof edhe unë shof rendi në mes, janë ma tepër vajza se djem, por një ndasi edhe sot e kësaj dite ekziston, vajzat veç, djem veç. Është mentalitet. Po, kjo foto është me siguri e vitit 1950. Po, kjo 1958 duhet tjetë, se këtu jem në klasën e 2, që moment këtu unë jam realitet. Edhe shumë interesant se atësi kohë kur fotografoheshim, po nuk e kam atë foto nga një trandofil vënim në gojë, stoli e kohës. Këtu jem në klasën e 6, ose në klasën e 7, tash sakt 62 duhet kemë qenë, klasën e 5 qenë ka, klasa e 5, me kujdestar Zeqir Dautin që përmenda, më vjen keq që iku nga kjo botë shumë i ri, me siguri të kështë e vazhdu jetën, sot do të përmende si një doktor shkence i shkencave natyrore. Dhe Begjetin, asa kohë nga ligjeron dhe lëndën e historisë. Unë jam dikund që qëtu, për fatë të këtë gjysma e këtyre sot nuk jetojnë bashkë me mësuesit. Zeqir Dauti, vetëm se shkolla e Dromishtit e mban, Dromishtit ma themrin. Po, edhe kam vepru mirë, s'paku si shkollë që emrit i përmendet, e meritonte me të vërtet. Këtu jem në 8 vjeqare me kujdestar Olomon pas Zeqir Dautit, Olomon Ajredinin nga Greshnica, jetën u shpërngull në Shkup dhe atje edhe ndroj jetë, edhe ti me siguri e njef mësuesin me Gjait Lutfiu, që punon dhe në Sande, me Olomonin, në atë ko, si normalist, në ligjeron dhe lëndën e fizikës. Dhe s'ta merë menja si normalist. Aqë mire ligjeron të fizikën, sa që kur në pyte me ato blokët, me fotot, hajde për rrymën, hajde për atë, se tashmo nuk kujtohen ato edhe nuk e kam vazhdua drejtim, sot nuk i kjerë nga këto që e rahin gjokësin se në të përgatit. Normalistat të dy. Tu do të analizojmë këtë foto kur punësimi i pari në shkollën fillore Regj Rushid Zajazi, fshati Zajas, ku gjysma e kolegëve janë të ndjerë, për fat të keqë. Një pjesë të veç që i njeh, unë dikundi jam qështu. Drejtori ishte në atë kohë i shkollës? Drejtori ishte Kasum Sadiku. Po, drejtor shkollës. Edhe ligjeronte në gjimnas në atë kohë duke gjuhën franke. Këtu, si jam këthy prej ushtrije, nuk gjeta vend pune, sepse nuk isha vendim, shkollat i kishën mbulu vendet e lira vakante, dhe kështu, se di për të mirën time, dikush shkoj ushtar Zajaz Gjuma. Edhe unë shkova në shkollë fillore me duket klasa e 3, nëse s'kam harruar, edhe me qëllim këtë foto e mora, pasi këto të 3 janë nuk jetojnë ma, vjen keq,
Sabri Sejdini, që ose e ke dëgju, Dalush Zylbeari, edhe Xhabidini, babaj, nuk e di ku punon ai djali, shërbetar ishte në atë kohë, edhe unë aty. U jem, e kisha pak qef sportin, gjunje ka pak për qefin të futbol, në atë kohë organizoheshin për ditën e shkollës, turne futbolin, që ose ke dëgju në flasë për në Zajas, se tash nuk ka asnjë farë organizimi, edhe luaja për shkollën, që aty si na shef me ato dresat, e kom pas qef sportin, futbolin. Tu jemi në Zajas, prap me kolektivin e shkollës, ku për fat të keq edhe këtu gati gjysma. Edhe kjo është një ndër ato fotot e para. Këtu jem me një grup nxënësish, si kujdestar klase, por koha pak më e vjetër me qëllim e mora për shkak të veshje. Më ka ra në sy, dhe këtë desha si pyetje pikur e pashket, në shkollat tona promovohen veshjet të huajat që nuk kanë lidhje me kërçovën. Sa ju bo një përpjekje që veshjet atër të lidhen me trevat e vendit? Një mendim kemi këtu. Unë për herë e them se e luftoj se si jem askushi për ta luftu, ne e kemi ndryshu krejtësisht veshje kombëtare. Si mos gjenia femrore. Ne jemi kthy ka lindja të them. Pa morë parasysh në atë pjesë, po këtu janë veshjet... Këto janë me 2000 atë në atë kohë. Të lidhen me vendin e ju. Sot në për shkollat ti kje veshjet të trevave të Kosovës, që nuk lidhen hiq me Kërçovën, as të Kosovës nuk janë. As të Kosovës nuk janë, se me qenë të Kosovës është prapë mirë. Spaku e ka prej dikunde atë bazën, rrjedh prej dikunde. Në Kosovë banë ato, se unë njeh mirë në atë kohë kur ishëm ne si student, ato thoshin aty në dimijave kule. E ta shtë i shefti ato këngëtaret me këto dolomat, ato së janë tonët. Veshje maj mirë, bashkë veshje i lire është, ne i thomi kështu stjesht në gjuhë popullore me të gjatha. Absolutisht është veshje i lire. Pas një ndërhyrje. E thamë, vajza gjithë janë interesant si foto gjithë me dimija janë, Gjithë me dimija. Me qëllim e zgjolla, shive sa ka pas një klasë, që? Ati janë 30 nxanës me... Mbi 30 duhet t'jenë sigurisht. Këtu jam në shkollë me kolektivin, kur isha si përgjegjës, kur vini këto fotografistët për nxënësit e në naboni kështu në i foto. Ky është i rastit, Gjemën me siguri duhet ta njefish. Ajo afër meje është një mësuese maqedonishtes, Nureddin Osmani, Meti ose Gjak Meti që i thomi ne, edhe ky Gjevdet Bajrami që është i mirë edhe ky. Këtu jemi në mbrëmje në një aheng ku pas mbajtjes së garave më duket regionale për gjuhë dhe letërsi, bile organizator në mesin e të tjerëve ishte edhe Azi Mustafa, doktori, shoku im i ngushtë, edhe aty jemi në atë aheng të bë një qef në mbrëmje. Këtu, me që në vitin 1992 unë isha kryetari shoqërisë kulturore artistike Xixa. Dhe për herë të parë ne e hapëm festivalin Këngjeho. Ndër të parët, më them, i pari ndër të parët. Edhe e pagëzuam Këngjeho që më duket edhe sot e kësaj dite vazhdon, për diçka e përpunume, ama nuk është popullore. Edhe marrim këtu pjesë në mbrëmje, në natë mes ishte edhe Xharjegja e Zajazit, ku kryetari ishte Mustafa Ahmedi, edhe Uskana e Kërçovës, kryetari ishte më duket ai kolegu im,
si e ka emri nuk kujtohet tash, nuk kujtohet, 3 vetish, për i Kërçove. Organizum një muj ditë për para, në realitet atë barën kryesore e kishte një profesor i muzikës nga Struga, a i organizoi, edhe e pagëzu me emrin Këngjeho. 92-shin, për herë të parë, kemi startuar ne, defiluam ka Ljumi Kadrini, po për fat keq, që fotografi më kam mbet, se nuk ishte atëherë këto telefonat, të gjë, nuk ishte. Këtu jem në shkollë me nxënësit grupi dramatik, ku përgatitëm një dramë dhe në fund bëm një foto. Këto nxënës tani me siguri janë martu, janë bë prindër, jeta vazhdon. Tu jemi, do t'i komentoj këto për një herë, me që janë të njëjta. Në manifestimet, kur i mbanim në shkollën Regjë Rushit Zajazi në Zajas, e llogarit disa njerëz ka. Asnjë thirr, krejt nga qefi, nga dëshira. Edhe atë, shife, ky është Gjarushiti, baba i Agimit, arsimtarit gjuhës në Zajas, edhe ajo është i Regjës. Atë datë ko vinjit? Vinjit. Unë jam gjenerat me Ollaman Suleman, një klasë kemi qenë. Kjo është shumë e hershme. Shka vita më është e hershme, shifet pamja. 93-4 që ti me siguri. Ma para është, se 93-4 kemi qenë në Greshnic, shumë ma para. Shqive, mjeku e kalon ordinancën, doktor Ibrahimi ka erdhë, po qëfar programe është përgatisim atëherë, po ishte kënaqësi. E këtu në aty në shkollë, duke marrë me siguri në shpërblim, 95-ën, edhe këtu me nxënës, 91-92. Vetëm se ka fillu numri të bija i nxënësve. Ndoshta ka qenë paralelje ma me pak nxënës, se këto erdhë një farë momenti, nuk deshin nxënësit fort të përzihen njëri me të. Jo, ne do t'jemi vesh një klasë. Ishën 3 paralele, edhe këtën, ma të e për nxënësit e Trapshidollit, shprehen dëshirë, se demonstravën dhe ta eduan për kujtestar klasë. Këtu jem unë vetë në Zyrë, 13 mars 96, këtu jemi me disa kolegë, me siguri dita e shkollës, zëtin Huskun me siguri mund ta njohësh, edhe ky Adilje Dhajnë Rojet, ky Gati Slevis, ky është i Ndjerë, Husku edhe ky me Shkopinj hec. Jemi bë këtu kolektivi i shkollës, në atë kohë kam qenë përgjegjës 94 të punësumit. Edhe këtu 2006-2007 Vërtet, me disa foto tash, ma shkurtimisht, është një pjesë e jetës që ju i keni kalu në kohë dhe sakrificat që i keni pas.